Atëherë, duhet të mbajmë në konsiderat faktin që pas 2016-ës, në vitin 2024, ka nisur vlerësimi i parë prokurorëve. Do të thënë gjithë kjo periudhë kohë ka qenë pas një vlerësim. Ndërkohë ishte bërë puna para përgatitore dhe prandaj ka një lloj rënje të numrit nga 40 në 33, sepse deri në 2024 ishin kontaktuar institucionet për të marrë informacione, ishin mbledhur një pjesë e mirë e statistikave e kështu me radhë. Dhe targeti u vendos që të ishte 2/3 e 70-ës në dakordsi me Ministrinë e Drejtësisë dhe me Bashkimin Evropian. Është ulur numri në 33 sepse dikur më përpara, pra në vitin paraardhës, është llogaritur edhe backlogu. Duke hequr backlogun, është vlerësuar që një shifër arsyeshme, konsideruar dhe kompleksitetin e procesit të mbledhjes së statistikave, të verifikimit të tyre, të hedhjes së shortit, të përzgjedhjes së dosjeve dhe të gjithë procesit që merr vlerësimi dhe verifikimeve të tjera, është menduar që të jetë e bëshme duke filluar nga 33. Është një proces shumë kompleks, më lejoni t'ju parashtroj, dhe tjetra nuk kemi një sistem të menaxhuar të çështjeve nga i cili personat që merren me vlerësimin mund të ekstraktojnë të dhëna në kohë reale pa vonesë dhe pa mund njerëzor. I gjithë ky proces deri tanishëm në pjesën më të madhe është proces manual. Digitalizimi i sistemit, sidomos sistemi Euronix, mos gaboj që do realizohet edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, me Prokurorinë e Përgjithshme, do të mundsojë nxjerrjen e këtyre të dhënave në kohë reale dhe do të jashtojë pa diskutim edhe procesin e vlerësimit. Po jam dakord që 33 është numri minimum. Mbi 33-shin çdo lloj shifre është e mirëpritur. Dhe keni parasysh që këto procese janë procese kolegjiale që marrin kohën e shqyrtimit të tyre, kalojnë në disa faza. Po, ka tjetër pyetje? Kam unë disa pyetje. Shkruar një perceptim që vendimarrjet në Këshill janë të lobuara, si lidhur me promovimin, transferimin, gjë që reflektohet pasaj edhe në grupet brendshme brenda Këshillit për dominuar vendimarrjet. Sidomos lidhur me vlerësimet dhe me promovimet. E keni ju një analizë për këtë gjë? Dhe vetë edhe kjo situata etikës publike që shfaq Këshilli, a mos ka të bëj pikërisht me këtë lloj tensionit brendshëm të Këshillit lidhur me vendimarrjet? Së dyti, në këndvështrimin tuaj, duke qenë se tashmë jeni të dy, njëri prej jush, ju vetë jeni pjesë e botës akademike, vini nga bota akademike, nga pjesa jo magjistrate dhe prokurori vjen nga pjesa e magjistratëve. Pyetja ime është kjo munges inaktivitetit ose këto problematika që ju trajtoni vimësisht në të së paku në 3 raportimet e fundit që keni bërë, lidhur me faktin që ky është organ kolegjial, ka një procedurë të zgjatur, ka dhe kundërshti brenda organit kolegjial etj. etj. Edhe duke qenë se organet kolegjiale nuk janë krijuar që të pengojnë, organet kolegjiale janë krijuar që t'i shtym punën përpara. Organet kolegjiale janë për vendimare më përfaqësuese, më gjithëpërfshirëse dhe më profesionale. Si mund të zgjidhet kjo kontradikt? Cili është këndvështrimi që keni ju, sepse me këtë arsyetim i bie që me që se jeni organ kolegjial, çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat grek. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës. Sa ditë Këshilli, sa ditë antarët e Këshillit janë në Këshill, në vit? Keni një bilans, se mund të më thoni sa ditë në vit antarët e Këshillit janë aty dhe nuk janë
part-time apo jashtë shtetit? Se ju sa herë që ne duam të kontaktojmë për një raportim, për një prezencë, gjithmonë përgjigja e parë që marrim jemi jashtë shtetit. Dhe nuk e kuptoj se çfarë ka këshilli për të shkuar kaq shumë jashtë shtetit. Tashti kam disa gjëra më konkrete. Sipas raportit që keni paraqitur ju dhe prokurori përgjithshëm, ka një proces lidhur me azisimin e kopjeve të fashikujve të prokurorëve, e cila, ndërkohë që kjo i gjithë vlerësimi i prokurorëve mbështetet në dosje dhe azisimi i fashikujve krijon probleme për vlerësimin e prokurorëve, por edhe për memorien institucionale. Pra, cënon jo vetëm efikasitetin, por dhe sigurinë juridike të vendimeve në karrierën e prokurorëve. Pyetjet janë: në cilat prokurorisht realizuar azgjësimi kopjeve të fashikujve të vitit 2025? A jeni ju dakord me këtë gjë? Dhe nëse jo, keni kërkuar pezullimin e menjëshëm të azgjësimit të këtij dokumentacioni? Keni një protokoll ndërmjet jush, prokurorisë përgjithshme dhe drejtorisë së përgjithshme të arkivave? Mbas kësaj mos fshihet risku i evitimit të vlerësimit për disa prokurorë? Gjithashtu, ju folët për vakancat. Kolegu juaj, prokurori Vata, paraqiti një sër numrash, cilat ndikojnë akoma më shumë në performancën edhe në numrin e përgjithshëm të prokurorëve dhe përjedhojnë në performancën e prokurorisë. Pyetja ime është, kjo është një situatë që ju e keni ditur se ligji, kushtetuta dhe ligji kanë qenë aty. Keni qenë pa aftë të bëni llogaritë të kësaj natyre? Apo ka një lloj papërgjegjshmërie në trajtimin e këtij problemi? Për sa kohë që ju gjatë vitit kaluar keni kërkuar shkollës magjistraturës vetëm 12 kandidatura për të plotësuar vendi dhe nuk ka një kërkesë zyrtare drejtuar institucioneve të shtetit për shtimin e numrit prokurorëve. Pra, edhe për plotësimin e vakancave ju kërkoni 12 prokurorë, kur ju kishit gjithë mundësinë të kërkoni 20, 24, 30 nga shkolla magjistraturës. Ju vetë, ndërkohë që keni rreth 100 ca vakanca. Dhe ndërkohë që keni dhe disa vakanca të fshehura, dhe që kemi vite, unë vetë personalisht në rastin konkret, kam vite që e trajtoj këtë gjë dhe ju them, nuk është kjo vakanca reale. Ju s'kërkoni as shtim të numrit prokurorëve, përmes shkollës magjistraturës, as shtim të numrit të përgjithshëm të prokurorisë. Si do ta zgjidhim këtë situatë? Mund të na thoni ju se kur përfundimisht do të kemi një plotësim të plot të vakancave sipas numrit aktual të prokurorëve dhe vakancave efektive. Çfarë po bëhet për të digitalizuar procesin e vlerësimit, të përpunimit të statistikave për efekt vlerësimi dhe promovimit të prokurorëve? Është në kohën e inteligjencës artificiale, ju vazhdoni të bëni manualisht me dorë mbledhjen e statistikore, përpunimin e statistikave, përpunimin e të dhënave. Çfarë duhet, çfarë kërkohet? A keni ju sot një vlerësim, një dokument në mënyrë për ta bërë këtë të digitalizuar dhe gjë që do shpejtonte, do rriste cilësinë e vlerësimit, por mbi të gjitha do zgjidhte në nyjen, atë ngërçin e numrit të vlerësimeve. Sepse ta themi zonja drejtuese e prokurorisë, për ju dhe për këshillin e prokurorisë. Nëse sot do duhet të bëjë një vlerësim performance të këshillit dhe të antarëve të këshillit, do të ishte negativ. Që nga dita e krijimit të tij deri më sot.
Ndërkohë që kërkohen të promovohen, bëhen antar gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, ku diun se çfarë. Ndërkohë që performanca në vlerësimin tim dhe jo vetëm bazuar në raportet tuaja. Ka vetëm 40 vlerësime në 7 vjet. Natyrisht lidhet në konsiderant time me përgjegjësinë e Këshillit, me përkushtimin ngarkesën e punës së çdo antar Këshillit, lidhet edhe me këtë gjë. Pyetja ime pra është si do ta trajtojmë këtë? Çfarë ndihmë doni? Çfarë mbështetje? Keni një dokument apo flasim ne herë? U bë vite që flasim ne herë. Se të gjithë thonë qeveria, po qeveria juaj askush i kërkon llogari qeverisë tuaj. Po shqiptarët nuk kam se i kërkojnë llogaria asaj qeverisë që është këteja. Për çështjen e stokut, për çështjen e cilësisë së hetimit, për çështjen e shkeljes së drejtave të njeriu, jeni ju qeveria. Ju jeni ju qeveria. Nuk janë ata. Jeni ju. Dhe ne jemi këtu edhe për ju dhe për ata. Praktikisht. Tashti, pra, lidhur me çfarë ne keni ju një strukturë që merret me kapacitetet mbështetëse që ju keni në Këshill për trajnimin, se ju keni gati një strukturë të mirë mbështetëse, Këshilli vetë, me stafin. Keni një strukturë që ti trajnoj ata, kush i trajnon ata? Si i trajnoni ata? Për të bërë gjithë të proces vlerësimi dhe keni nevojë për shtesa, jo për të bërë qoka, për të marrë shokët dhe miqt, burrat dhe gratë apo fëmijët e prokurorëve apo të gjyqtarëve. Apo dhe ndoshta po deshte edhe politikanëve, s'kam asnjë kompleks nga kjo. Sepse ju kam thënë dhe edhe në rrugë kështu informale këtë gjë. Ju dhe disa institucioneve të tjera, që e kanë bërë si vend ku bashkohen fëmijët e gjyqtarëve dhe të prokurorëve si vend rahati. Lidhur me raportin tuaj për çështjen e masave disiplinore. Si është ndjekja e rekomandimeve të ILD-s, të masave administrative, rregullatore apo trajnuese që orienton ILD-ja? Si ndiqen këto masa? Bëni ju një analizë vjetore, përgatisni ju një raport në përmbyllje të vitit? Cili është organi KLP-s që ndjek zbatimin e rekomandimeve të ILD-s? Komisioni vlerësimit, komisioni karrierës, apo keni një strukturë tjetër? Dhe sa rekomandime të ILD-s kanë prodhuar një akt konkret të KLP-s gjatë i viti. Bën kontroll tematik të përgjithshëm, ILD-ja, sjell përfundimet, sa nga këto kanë shkuar në një akt konkret, në një produkt konkret. Sa opinione etike ka miratuar ose publikuar Këshilli i Lartë i Prokurorisë gjatë vitit 2025? A keni ju një regjistër të dilemave etike të përsëritura të nxjerrë nga rastet disiplinore ose nga ankesat? Dhe sa janë kthyer këto ose kërkesa nga vetë prokurorët për opinione etike? Dhe sa janë reflektuar këto në kërkesat tuaja për të rritur përmirësuar modulet e trajnimit pranë shkollës magjistraturës? Dhe e fundit, sa jeni të përgatitur ju për të vazhduar procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve mbi bazën të prokurorëve, mbi bazën e standardeve që orientohen edhe nga
nga rekomandimet e fundit të progres raportit të BE-s. Faleminderit për pyetjet. Unë do doja ta nisja nga çështja që është emra e akilit për veprimtarinë e punës të këshillit, që është vlerësimi dhe juve e lidhët me të drejtë me digitalizimin. Do doja të theksoja që digitalizimi nuk është pjesë e funksionimit apo pjesë e portofolit të kompetencave të Këshillit të Lartë Prokurorisë. Menaxhimi i digitalizimit varet nga prokurori i përgjithshëm. Janë ata zyra që merren me artimin e termave të referencës në bashkëpunim me kompaninë e cila është përzgjedhur nga Bashkimi Evropian dhe me sa jemi informuar, ka filluar ky proces, pritet të finalizohet për rreth një vit e gjysmë. Në momentin që ky finalizohet, Këshilli do ketë drejt të ketë akses në të gjitha të dhënat dhe do të nxjerrë informacionet në kohë reale për të bërë të mundur zhvillimin e proceseve të vlerësimit. Dhe besoj kjo natyrshëm do të ndikojë në rritjen jo vetëm të numrit, por edhe të cilësisë, sepse informacioni do të jetë aty. Jemi përpjekur që me grupin e punës që merret me këtë proces të parashtrojmë nevojat tona për të dhënat që na duhen në kuadër të procesit të vlerësimit. Pra ky është roli i Këshillit, që ne i parashtrojmë personave që merren me dizenjimin e sistemit ato opsione që ne na duhen, ato kërkesa që të dalin informacione të gatshme me një klikim, në mënyrë që të arrihet ekstraktimi të dhënave dhe vijimi me procesin e vlerësimit. Pra nuk është tek Këshilli, është te zyra e prokurorit të përgjithshëm. Dhe kjo është një kompetencë që të çështjeve. A ku do përfshihen dhe aty ku do gjenerohen të dhënat. Unë pyeta për procesin e vlerësimit. A mund ta digitalizoni ju dhe në këto kushte, qoftë dhe me skanim? Pra ruajtjen e informacionit edhe po t'i çojmë fytyrat tona na rivlerëson për punë sekondash. Jo më nuk e kemi diskutuar ndonjëherë, nuk e kemi konsideruar, mbase do duhet të ulemi edhe me një person i cili mund ta ketë kapacitetin profesional për ta bërë një gjë të tillë. Mësojeni se ke vajte 7 vjet në të detyrë, 5 vjet. Keni qendrën e informacionit, qendrën e dokumentacionit teknologjisë në pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, nga i cili efekton dhe tek juve. Më fal, nuk ndryma. Jo, jam dakord, po sa kohë dhe vetë KLG-ja që e ka qendrën në administrim nuk ka filluar asnjë proces të tillë, më duket pak e vështirë që ta adresojmë ne përpara. Zonjë, nuk e ka qendra, lexojeni ligjin, nuk e ka qendrën KLG-ja. KLG-ja thjesht merr përsipër ta ketë, ai ka një bord dhe bordi përbëhet. Drejtuesi i bordit është kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Nuk është që na pengon, por zakonisht për çështjet e teknologjisë dhe të informacionit, duke qenë se KLG është institucioni që menaxhon sistemin gjyqësor, ndërkohë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë të kompetenca i ndan me prokurorin e përgjithshëm, ndoshta do të ishte më efektive që të vinte nga ata. Jo se kjo e pengon Këshillin, po unë besoj që ne nuk i kemi kapacitete teknike për të vlerësuar futjen e inteligjencës artificiale në proceset e vlerësimit të prokurorëve. Sa kohë që bëhet fjalë për afate, për detaje që lidhen me dosjen, për pyetjen e të pandehurve, për standardet e interpretimit apo të arsyetimit në konkluzionet e tyre përfundimtare. Pra janë çështje që nuk lidhen thjesht dhe vetëm me inteligjencën artificiale ose me çështjet e teknologjisë informacionit. Ky është opinioni im gjithsesi. Unë do ta diskutoj me Këshillin sepse besoj do të jetë pjesë e diskutimeve të mëtejshme dhe besoj do ta kemi në vëmendje patjetër. Lidhur me numrin e kandidatëve për magjistrat në shkollën e magjistraturës. Ne kemi pasur debate edhe të forta për numrin e magjistratëve. Unë personalisht kam propozuar numrin maksimal të vakancave, por kjo qasje nuk u vlerësua nga Këshilli në shumicën e antarëve të tij. Kemi arritur në një numër të ndërmjetëm sepse arsyeja që u parashtrua nga një grup antarësh të Këshillit ishte e lidhur me cilësinë e kandidatëve që vinë në shkollën e magjistraturës kryesisht. Pra për të marrë më të mirët nga çdo brez u zvoglua numri me këtë lloj justifikimi. Unë personalisht u thash propozova numrin maksimal në mënyrë që të vjojmë me plotësimin e vakancave në sistem. Lidhur me asgjësimin e kopjeve të fashikujve. Bëhet fjalë për asgjësimin e kopjeve të duplikuara që prokurorët kanë çuar në gjykatë.
Por kur vjen puna për ruajtjen e dosjes apo të fashikullit hetimor, ai është i gjithë i ruajtur tek zyra tek arkivat qendrore, në mos gaboj. Kjo çështje është evidentuar vetëm kur filluan procesin e vlerësimit. Pra, dolën vështirësi për mbledhjen e të dhënave, sepse dosjet fizikisht nuk ishin në zyrën e prokurorive, por do duhet të shkonin të merreshin në gjykat apo te arkivi qendror. Aktualisht nuk kemi një protokoll bashkëpunimi me zyrën e prokurorit përgjithshëm, me prokurorit dhe me zyrën e arkivave, po besoj kjo do jetë një nga çështjet që do të adresojmë pa diskutim. Lidhur me trajnimet, duke qenë se nënpunësit e Këshillit Lart Prokurorisë gëzojnë sipas ligjit statusin e nënpunësit civil, të gjitha trajnimet ose shumica e trajnimeve që ata mund të marrin janë kryesisht nga ASPA. Ndërkohë, në gjykimin tim dhe për aq eksperiencë pune në këshill, këshillat gjyqësor dhe prokurorial nuk janë vende pune administrativ të zakonshëm. Janë dy institucione kushtetues që duhet të kenë ekspertët më të mirë të fushës lidhur me çështjen qoftë menaxhimin e vlerësimeve, karrierën e prokurorëve, shkrimin dhe arsyetimin e vendimeve, publikimin e vakancave kështu me radhë. Fakti që punonësit kanë një status do të thotë që kanë një lloj garancie për të qëndruar në detyrë. Dhe është pak e vështirë, si thua, motivimi ose nxitja për të shkruar drejt një rruge që shton më shumë punën, ngarkesën dhe rrit profesionalizmin. Kështu që në qoftë se ASPA nuk ofron trajnime, ne këto jemi të detyruar ose t'i organizojmë vetë ose t'i kërkojmë nëpërmjet donatorëve. Dhe sado donatorët të arrin të ofrojnë ekspert apo konsulent, nevojat reale janë në përditshmëri. Nuk është që çështja zgjidhet me një trajnim apo përfundon me një proces konsultimi apo diskutimi. Lidhur me aspektin e kolegjalitetit. Problematikat janë aty, unë nuk mund t'i fsheh, ne i përmendëm dhe më përpara, ajo që unë do të sugjeroja si zgjidhje, por kjo ngelet në vlerësimin edhe tuajin si legjislator edhe të antarëve, do sugjeroja që të gjithë antarët, pavarësisht të vinë nga akademia, nga avokatia, nga shoqëria civile, apo nëse janë dhe prokuror, duhet të marrin një trajnim të posaçëm për mënyrën e funksionimit të organeve kolegjale. Sepse të gjithë vim nga profile të ndryshme, prokurorët përgjithsisht kanë një punë individuale dhe jo në grup, dhe ndoshta kjo vështirëson në disa raste bashkëpunimin, kështu që një trajnim paraprak ose edhe ndërmjet mandatit për kolegjalitetin, për çështjet e etikës, për ndërveprimin, për leadershipin e kështu me radhë, besoj që do të ishte domosdoshmëri. Nga ana tjetër, ndoshta mundet të vendosim ndryshim të rregullave, qoftë në ligj, qoftë edhe në rregullore, për të lënë si thua kompetencë pak më shumë personit që menaxhon qoftë seancën e mbledhjeve, qoftë edhe mbledhjet e komisionit. Ndoshta një disiplinim më i mirë dhe disa sanksione mundet që të sillnin efekt. Lidhur me a keni juve mekanizma për të matur kohën e punës, duke qenë se u diskutua edhe çështja që një pjesë e antarëve mund të jenë jashtë shtetit. Unë besoj që sa herë është kërkuar, qoftë nga kuvendi, qoftë nga institucionet e tjera, ne kemi qenë prezent dhe kemi ofruar gjithë gatishmërinë dhe disponibilitetin ton, nuk gjykoj që kanë qenë raste të shumta apo edhe të rralla këto që pas ka patur lëvizje jashtë shtetit. Ne nuk kemi institucion që kemi lëvizje të shumta, nuk kemi në dallim nga zyra e prokurorit përgjithshëm që ka edhe marrëdhëniet me institucionet homologe. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duke qenë institucion thuajse sui generis në llojin e vet, edhe për shkak të reformës dhe të dinamikave në Shqipëri, nuk ka institucione homolog. Kanë qenë disa takime të shkurtra pune, nëse mund ta quaj të tilla, për të marrë eksperiencë dhe për të sjellë këto praktika, qoftë në procesin e vlerësimit, qoftë në procese të tjera për zhvillimin e karrierës, për digitalizimin apo dhe për komunikimin, që kanë qenë realisht të frytshme dhe të domosdoshme. Kështu që ndoshta edhe një mekanizëm brenda rregullores për të matur kohën efektive të punës, sigurisht që do të ishte i vlefshëm. Lidhur me çështjen e vettingut, a kemi ne mekanizma për të operuar mbi bazën e standardeve të vettingut?
Në lidhje me çështjet që kanë ngelur nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe eventualisht edhe nga mbyllja e KPA-s, ka pasur dhe ka shumë pak raste të tilla. Dhe për ato ne kemi marrë asistencë për një rast që e kemi kaluar dhe kemi dhe një në proces, kemi marrë asistencë nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Ajo që unë do ta vlerësoja dhe që e kemi diskutuar dhe me partnerët europianë së të rëndësishme është hartimi një manuali nga vetë këto institucionet apo nga personat që kanë ngelur, qoftë nga KPA apo dhe nga KPK, për standardet e vettingut në trajtën e një manuali i cili mund të jetë lehtësisht i aplikueshëm edhe në punën tonë të përditshme. Lidhur me dilemat etike, kjo është një çështje që ne përgjithsisht jemi përpjekur që ta trajtojmë nëpërmjet diskutimeve ose trajnimeve. Nuk kemi një regjistër të posaçëm sepse numri i çështjeve etike, siç e thash, për cilat magjistratët mund kërkojnë një opinion apo një lloj orientimi, ka qenë shumë i pakët. Ndoshta edhe ata vetë për shkak të ngarkesës janë fokusuar te evadimi i dosjeve më shumë se sa tek cilësia. Është diskutuar edhe me partnerët e Bashkimit Evropian që krahas rritjes së numrit të prokurorëve të vijohet edhe me specializimin e tyre. Dhe kjo ndoshta do të sjellë jo vetëm rritjen e cilësisë, po do të sjellë dhe një rritje të ndërveprimit edhe për çështjet etike. Sigurisht trajnimet për etikën, thash, po edhe vizitat në institucione nga anëtarët të Këshillit do të ishin shumë të vlefshme në mënyrë që të dëgjojmë nga afër cilat janë problematikat e tyre dhe si mund të zgjidhen ato. Lidhur me raportet e inspektimit të ILD-s ose çështje disiplinore. Raportet tematike të inspektimit të ILD-s janë referuar inspektimeve në prokurori konkrete. Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk e ka iniciativën, domethënë vepron për kërkesat që inspektori i lartë i drejtësisë kryen hetime, përfundon hetime dhe ndërkohë që ka informuar Këshillin, nëse konkludon me dhënien e një mase disiplinore, atëherë e sjell në Këshill dhe atëherë hyn në lojë Këshilli si institucion. Pra nuk e ka tagrin për të filluar vetë procedime disiplinore. Natyrisht që do të ishte shumë e arsyeshme, po dhe frydënëse që në vijim të takimeve që kemi zhvilluar me inspektorin e lartë të drejtësisë, kemi rakorduar para një viti disa takime në të gjitha prokuroritë, por për arsye nuk di ta them, ndoshta objektive, ndoshta edhe për shkak të ngarkesës, këto nuk janë rimar më si aktivitete, por kemi planifikuar dikur që të paktën 2 drejtuesit e institucioneve, në bashkëpunim edhe me anëtarë të Këshillit, kush e kishte fushë të kompetencës, do të zhvillonim takime në të gjitha prokuroritë në mënyrë që të fillojë në radhë të parë me një ndërgjegjësim dhe më mbrapa pastaj me përshkallëzimin e masave nëse ato do të përbënin eventualisht arsye për shkelje disiplinore. Besoj që do duhet që ta reaktivizojmë si qasje dhe ta adresojmë ndoshta me një kalendar të përbashkës takimesh në raportet dhe mezyrat e prokurorive. Lidhur me pyetjen e parë që juve bët vendimarrje të lobuara. Unë besoj që këto janë përpjekje të forta edhe të institucionit, pavarësisht debateve të shumta, për të gjetur rrugën e dur për të adresuar një çështje dhe për ta diskutuar në një mënyrë profesionale dhe jashtë çdo ndikimi. Prokurorët vinë nga sistemi, dashur pa dashur, i njohin prokurorët, dikush ka njohje ndoshta edhe më të avancuara për shkak të eksperiencës së gjatë në punë dhe nëse situata do të ishte kaq brillante, nuk do të kishte qenë nevojshme cënimi i korporatizmit të magjistratëve. Prandaj dhe është vendosur përthyerja e institucioneve me anëtarë që vinë jashtë sistemit. Prandaj e vendosur të gjitha këto procedura, që edhe sikur të ketë procese lobimi, dhe sikur të ketë procese influencimi, që ndoshta janë njerëzore, të arrihet deri në atë, jo vetëm rraje mendimesh, po dhe rraje procedurash, dhe një lloj diskutimi gati deri në centrifugim, që vendimarrja të jetë e shmangur ndaj këtyre elementeve. Ne kemi miratuar dhe rregullorët, siç e përmenda,
qoftë për parandalimin e interesit, qoftë edhe atë për sinjalizuesit. Dhe janë të gjithë mekanizmat, se thua që mund të aktivizohen sa herë që një antar apo një person ushtron ndikim për të marrë një vendim caktuar. Ato patjetër besoj ekzistojnë, janë pjesë e natyrës njerëzore dhe sfida është që të eliminojmë për një vendimarrje objektive, të pavarur dhe të pandikuar. Këto ishin paka shumë pyetje nëse ka. Faleminderit edhe e mbyllim këtu, ndërkohë që do duhet jo e mbyllim, lutem për një arsye thjesht se jemi me vonesë me prokurorin e përgjithshëm. Nëse ju nuk ju prish punë, po do vi prokurori. Po tash. Jo, po kemi 30 minuta me vonesë nga ndjesë, kërkoj mirëkuptim. Jo, dakor. Kështu që rekomandimet ne po i kalojmë në parim, por besoj unë edhe me pyetjet që u bën, edhe me kemi nevojë për t'i rishikuar. Kështu do thotë që do duhet të ulemi bashkë me këshilltarët relator dhe relatorin tjetër, edhe të komisionit tjetër, që të mund të gjithsesi në parim kush është dakord, kundër s'ka, miratohen në parim, edhe i kalojmë në mënyrë që t'japim mundësi edhe opozitës për t'i vlerësuar për para se miratimit përfundimtar. Faleminderit edhe punë të mbarë.